Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full ship, full ship show. Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Guten Abend Mittellandë, mirë mbrëma gjithë shqiptarëve në banë edhe sonte. Si çdo javë, natyrisht bashkë me kolegun tim Marash Pulaj, Marash Loçka, sonte do ta kallim me Full Ship Show, duke patur intervista ekskluzive me mysafirë interesante për herë të parë në Full Ship Show. Sonte do kemi të ftuar personalitete edhe të huaja, por edhe shqiptare. Do kemi të flasim për gazetari, do flasim për muzikë, edhe do kemi diçka shumë interesante Marash, apo jo? Patjetër. Si thuti? Kam u bë super, si çdo javë. Si çdo javë. I kemi miliona çushawur duke na ndjekur përmes ekranit. I kemi miliona çushawur që na ndjekin përmes rrjeteve tona sociale, fullship.c në Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Kështu që vazhdoni të qëndroni me Full Ship Show. Universiteti gjitha emisioneve në diasporë, nëse ka në i filiz të emisione, dikon që në del tak-tuk. Dalin. Shemull jemi ne, kështu që frymëzoni, motivoni, jepni, hapni sa të mundeni që të ketë sa më shumë dritare për shqiptarët e diasporës, sepse ka potencial të madh. O që e kisha këthy kamerën që anej mrapa, po ta kisha unë ndorë, po ta se kam unë ndorë, se e kisha këthy direkt me e po sa hije i ka shokut tem, me e pa se çfarë ka bërë tash në momente. O, e pja mërë se e trishtu, vëllo, e pele me pasoja. E ka mori beb vogël betimin dur, edhe po kam frikë, po trishtu edhe pasoja. Për para se të dalim të ndërvisat, Marash, Po. Të falenderojmë sponsorët tanë. Patjetër. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in und Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Do më thonë, me Pristina Ticket, fluturoni çdo javë, shqiptarët rezervoni me Pristina Ticket, fluturoni me GP Aviation edhe pa turbulenca, pap! Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Shumë faleminderit Ozone Hair Clinic që jemi neve, transplanti i flokëve më i mirë, si gjithmonë lider vetëm Ozone Hair Clinic për transplant, pa dhimbje, pa efekte, me mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Advanced Dental Center, më e mira stomatologji në Prishtinë, e cila tashmë gjithë shqiptarët e diasporës vetëm në ADC Kosova. Për rregullimin e gojës, buzëqeshjes, me venersa, me implante, me zbukurim, me pastrim, me të gjitha shërbimet e duhura, më mirë se sa në Advanced Dental nuk ka. Faleminderit shumë AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Vielen Dank, vëllezërit Jakubaj, AM Food, fabrika më e madhe, më e mirë e shqiptarëve në Zvicër. Të gjitha produktet e Ballkanit shija vendinjes vjen në Zvicër përmes AM Food, me produktet edhe me logon Hana. Faleminderit shumë që jemi Full Ship Show AM Food. Shqiptarët e interesuar, futuni në AM Food në faqen website apo në rrjetet sociale me kontaktet dhe porosisni më shumicë për gjitha llojet e eventeve familjare që keni. Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Mallra nga Kosova me sillen Zvicër në Gjermani, mallra nga Gjermania dhe Zvicra me çun Kosovë, më shpejt, më mirë, më sigurt, më të garantuara se me M-Transport nuk ka. Ja ku i keni kontaktet, merrni dhe vazhdoni punën. Çoni mallra, sjellni mallra. Pa.
Para se të ftojmë mysafirët e parë që kanë ardhur ekstra nga Gjeneva e Zvicrës, do vazhdojmë me rubrikën Mëso Shqip. Mos u largoni, do kemi personazhe sonte, do kemi një zotëri zviceran i cili është presidenti i shoqatës gazetarëve edhe të shoqatës APES, është kryetar dhe president dhe korrespondent i OKB-s, zoti Zha Mysi, dhe do kemi edhe zotin Nefail Maliqi, i cili punon në Zvicër dhe mira vjetë, vëlla, se zdi sa 850 vjeç është më duket. Gjithmonë vetëm gazetari, gjiganti gazetarisë në diasporë, që punon për gazetën Le Canto 27. Do të më ndihmu ti marrësh të pjesa e shprehjeve kur se disa s'mundemi shpreh tamam siç duhet unë. Dhe është edhe, po ashtu, është edhe antar i komunitetit të shoqatës APES. Nefail Maliqi do i kemi pastaj ekskluzivisht për herë të parë në Folk Shqip Show. Më vonë do kemi muzikë, është Jasmina Sulëllari. Mbi emri Sulëllari? Është me U, Sulëllari, apo jo? Bravo, Jasmina Sulëllari. Mos largoni, do kemi muzikë pastaj. Të mësojmë shqip, përpara se të flasim edhe të kemi një intervistë, të flasim pak për Mëso Shqip, në Folk Shqip, nga Autoriteti Media Audiovizive në Shqipëri, i cili bashkëpunojmë shumë ngushtë. Fondamentale është shprehje huaj. Sa fjalë mirë në gjuhën shqipe. Ja shikoj. Thelbësore. Ku ka më mirë se sa ta thuash shqip thelbësore. Fjalën, shprehjen e huaj fondamentale, zëvendësoje me thelbësore. Pra domethënë është gjë fantastike. Insistoj. Është huaj, insistoj, nuk duhet përdorur as në radio, as në televizion, as në gazeta, të paktën sa i përket gjuhës shqipe. Insistoj, regjia faleminderit për këto surpriza. Që na jep surpriza për që na e bën gjatë transmetimit. Sjellën përsëri. Insistoj është këmbgul. Impresion. Impresion është e huaj. Pra impresion është përshtypje, marrësh? Po. Impresion është përshtypje shumë e bukur. Spunto. Spunto italisht. Shtys. Duhet më kanë. Event është ngjarje. Bëj skip. Anashkaloj, bëj skip. Bëj skip, domethënë me anashkalu. Po. Me kalu, skip, kaloje. Single është beqar, pra s'ka nevojë me thonë single. Flux është dyndja apo vërshim. Pra, dyndja apo vërshim, pra janë shqip. Këto me tabelat e grafikës jeshile janë shqip, kurse këto janë të huaja që ne i përdorim vazhdimisht në shqiptar, që realisht duhet t'i zëvendësojmë. Faleminderit Autoritetit Media Audiovizive për suportin, për mbështetjen që jep gjuhës shqipe anë mban, edhe Folk Shqip Show që ne zgjerojmë këtë mbështetje tuaj në gjithandej të shqiptarët.